Jo, fatkesisht nuk janë mo. Ato kanë qenë, por do të kemi parasysh që ekipi negociator në Vjenë atëhere i ka dorëzuar ato. Është pajtuar që këto kisha mi manastire me i taku kishës së Sërbisë. E marrëveshja ore? Jo me qenë kisha ortodokse të Kosovës, si kur të kishin qenë Ahmet Zogu, Fanoli, politikanë të kohës, ka që pak patriot si këta politikanë tonë të shekullit 21, tash nuk do të ekziston të kisha autoqefalje shqiptare. Ajo do të ishin kisha dhe manastirat ortodokse në Shqipëri do të ishin prona të kishës greke. Por, Noli, Zogu, të gjithë politikanë të kohës, përfshi edhe Esat Pashën edhe shumë të tjerë, ata ngullën kom që kisha ortodokse, kisha dhe manastirat ortodokse në Shqipëri duhet të takojnë kishës shqiptare dhe jo dhe kishës greke. Luftuan deri në vitin 1937, kur më në fund edhe kisha tjera të botës e pranuan autoqefalin e kishës shqiptare. Prandaj, shikoni, veç duhet të bëjnë një krahasim. Fanolin e kanë quajtur njeri jo serios, avanturier, sharlatan. Po, sharlatan, të gjitha këto epitetet që unë i dëgjoj që i thojnë për Nikola Gjukën. Por, ta dini se kështu ka filluar dhe kisha shqiptare, njësoj si ka fillu kisha e Kosovës. Dhe jo vetëm kisha e Kosovës, kisha ortodokse e Kosovës, po edhe kisha bulgare ashtu. Udhëheqësit e parë fetar të kishës bulgare janë quajtur sharlatan, janë quajtur njerëz jo serioz, janë luftuar e tjerë, madje përfshi këtu edhe kur u kriju dhe kisha greke në vitin 1850, ajo bulgare 1870. Kemi tek Gjufka, më falë profesor, se ma nxjerrën i pyetje shumë mirë. I përmeni profesore pëthoj se gjithë kishat, dhe më thonë që janë patriarkona slave. Dikush kush e sheket emision mund me pyet, po mirë këko ka shqiptarët, patriarkat i vërtet, Nikola Gjufka, po nga e morë peshkupin mu po peshkup. Kush jadha? E dim na që Rusia ty step, po por. Bugaria step. Kisha greke step, me siguri. Kjo është një pyetje shumë e këndshme. Kisha ortodokse në tërësi ka kanone, pra ka rregulla të pathyeshme dhe të patjetërsueshme. Unë jam bërë prift në Elbasan. Kurse peshkop për shqiptarët e Kosovës, unë jam emëruar nga kisha ukrainase. Kisha ukrainase? Në Palermo. Nuk merren fare me ato që thonë jo është kishe liqme, pa liqme, atë e di shteti i Kosovës. Një ndërta ka thonë edhe miku, po besoj që miku i në Zhbedin Spajut, Veton Surojit, e din që ka thonë diçka. Veton Surojit, po, e di unë... Ka pasur shumë nga unë në këtë pashk, me që më kujtove Veton Surojin, Berat Buzhala, një që është nga Prizreni, si e ka emrin, e harrova, i ftoj të gjithë të vinë këtë pashk në Mitropoli. Edhe me tunja? Pa tjetër të vinë... Unë i ftoj të vinë në Mitropolinë e Prishtinës, në qendër jemi, afër jemi, ju makinat i keni, edhe nëse nuk keni, një minutë lutem, edhe nëse nuk keni makina, ato ju asigurojmë ne si kish, vetëm që ata të vinë edhe të shikojnë se si ne i bëjmë mesh. Bravo, kjo meriton të otërgjitje, bravo. Profesor, thamë pak më herët për veturin, ju nuk pajtuni sigurisht me Veton Surojin. Jo, as pak, po ndaj, para ndoshta ka se e mendon Vetoni nuk e, akoma nuk e ka të qartë që shteti i Kosovës nuk është shtet rastësor ose aksidental, siç e ka quajtur. Është gabim. Është shtet i vullnetit të shumë njerëzve dhe i përkrahur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shumë vende të tjera. Dikush mendon që aksidentalisht u kriju shteti i Kosovës, se ka dashur me kriju bashkim me Shqipërinë, e tani i doli shteti i Kosovës. Po unë edhe shumë të tjerë që kanë luftuar pikërisht për mu kriju shteti i Kosovës, na e kemi arritur suksesin që me bë këto, me miq. Po të gjitha shtetet tjera janë bë me miq, edhe Serbia u bë me miq.
Edhe Greqia u bë me miq, me Absolutisht përkrohje. vetë s'u bën kur xhanir. Të gjithë kanë pas përkrohje dikujt për të bërë të çka janë. Po tash unë nuk i kam faj atyre të cilët për shembull kanë luftuar që Kosova më bashku me Shqipërinë s'u bashku. Se kanë arritë, kanë humb luftën. Ai që ka luftuar që Kosova më bëj shtet i pavarur dhe sovran, çfarë e ka arrit synimin e vet. Edhe tash jo të gjithë vetonin thotë që shtet aksidentale. Dhe ai rrjedhimisht është se s'mundet me pas një kish në Kosovë pa aminin e atje kishë shqiptare. S'kan lidhje këto. Po kjo nuk ka lidhje. Kisha autoqefale e Shqipërisë është e Shqipërisë. Prandaj quhet autoqefale. Po, e pavarur. E pavarur, absolutisht. Por kisha autoqefale e Kosovës është e Kosovës. Po të bëjmë me besimtarët ortodoks të cilët i takojnë së kishe, në ratë të parë shqiptarë. Ndjes, profesor, që të ndërpres. Kisha e Shqipërisë, që ta kuptojnë ata që nuk e din, kur mori autoqefalin, pra pavarësin, një nga kushtet që ishte për marrjen e pavarësisë ishte kisha ortodokse autoqefale e Shqipërisë. Ka jurisdiksionin e saj shpirtëror dhe kanonik